Rritja e çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme nuk ka të ndalur. Një pronë në 6 mujorin e parë të vitit është shitur për rreth 42% më shtrenjtë se një vit më parë, sipas indeksit Fisher të Bankës së Shqipërisë. Por ekspertët e tregut ky trend ka ndjekur ecurinë e 2024-s, por krahasuar me vite më parë, ritmi i rritjes së çmimeve është ngadalësuar. Në krahasim me gjithë vitet më përpara, besoj që raporti stabiliteti i Bankës së Shqipërisë shpjegon një të vërtetë që është pjesa e çmimeve, po themi e trendit të çmimeve të pasurive paluajtshme vazhdon të ketë një trend rritës. Qofshin këto në shifra një shifrore apo disa shifrore. Atë që ne ndajmë qëndrimet kundra me Bankën e Shqipërisë është që vërtet ka rritje, por nuk janë rritje dy shifrore, 42, 45 apo 50%. Në gjithë statistikat tona, dhe këtu kemi marrë një shembull për 12-13.000 prona të listuara, në të gjithë Shqipërinë, ne na rezulton, sidomos për qytetin e Tiranës, na rezulton që pasi e kemi indeksuar me zhvlerësimin që ka pasur moneda euro kundër monedës kombëtare, pra duhet të jetë diku tek 3% 2025 me 2024, na rezulton që çmimet e pasurive paluajtshme janë rritur mesatarisht 13 deri në 13.7%. Një ndikim të rëndësishëm në rritjen e çmimeve e jep kryeqyteti, në të cilin pronat u rritën me rreth 32%, çka do të thotë se nëse një pronë një vit më parë shitej për rreth 100.000 euro, tashmë vlera e saj është rreth 32 euro më shumë. Në këtë valë të rritjes së çmimeve, kanë vijuar dhe pronat përgjatë Bregdetit. Pjesa e Tiranës ka pasur dinamikat e veta. Ne duhet të kuptojmë që kryesisht Bregdeti vazhdon të performon shumë mirë, kjo edhe për shkak të interesit nga blerësit e huaj, dhe nuk do të ketë pikpyetje nëse do të vazhdojë të ketë blerësi huaj të paktën deri në momentin që Shqipëria do të integrohet në Bashkimin Evropian. Është një fenomen i cili ka ndodhur me vende fqinje. Çmimet më të larta kanë bërë që shitja e një banese të kërkojë më shumë kohë. Koha mesatare e shitjes së banesave në rang vendi u rrit në 11.6 muaj, nga 9.3 muaj në vrojtimin e mëparshëm. E njëjta situatë vërehet edhe në Tiranë, ku për të shitur një banesë duhet mesatarisht 11.1 muaj, nga 7.1 muaj, ndërsa në Bregdet duhet më shumë se një vit për të shitur një pronë.